Masi Yehon, a fabulous festival, and it is their 50th anniversary of this fantastic gathering of dancers and singers and musicians to celebrate Albanian culture. It is such an honor to be here. We are surrounded by a rich, rich culture of this place. Fantastic, beautiful crowd has gathered. Everyone is excited, and it is a real treat to be here. Here we go. A mundesh me na tregu pak ma shumë për veshjen që e keni sot? Po, kjo është një nuse nuseve hasiane, që e veshën ditën e tretë martesës që martohen. I veshën, na që i thola që dalin në shpe nusët, edhe i veshën kur e nisim darsmën që bojnë për hajër të na thojnë. Krejt nusët e reja dhe bija që ka janë e veshën këtë veshje. Kjo veshët pra edhe ditën e parë dhe ditën e tretë? Jo, ditën e tretë e veshën nusët që vinë që martohen, kurse ditën e parë që bojna për hajër e vesh krejt nusët që ka janë edhe bija që ka janë që vinë për hajër. Martesa sot gjastin zakonisht? Zakonisht këto veshët tradicionale 3 ditë. Normal dita e parë që është më vellë, e dyta që i veshën krejt dimija jele e këto, dhe dita e tretë që qesin nusën shpej, thojnë është me këtë veshje. A mundesh me na tregu edhe për veshje tjera, se pas kanë diferenca pak? Po, për shembull kjo është veshje që e veshën nusët ma shumë, edhe kjo. Këto ma shumë i kanë vesh qikat ma të reja. Cila prej veshjave të që janë ma të vjetra për nusën? Ma të vjetra është kjo, edhe këto, për para kanë qelë kështu, kurse generatat ma të reja ja ka nisë më bo kështu, tash për tash, do me thonë nusja ma e re, e ka veshje kështu të meruza, krejt meruza. Edhe këto veshje i keni trashëguar me familje? Po, i ka pas nana, gjyshët tona, motrat tona, krejt me rënd. Sa pjesë i ka veshja ose sa gjatë merr me vesh? Ka shumë pjesë, dikon 40 minuta, 1 orë, mas shumë ti shkon me vesh këtë vesh, se det ndrejqet kjo për rrën, kjo s'për rrën, deri kompletohet krejt. Para lufte zakonisht, ka pas që i kanë majtë të nditën, kanë shku në nara, në fusha me punu, kanë shku me këto vesh. A u kanë korrekt, gosht, të njëjtat veshje, këtë më thonë kanë pas që të vesh. Ujën e kanë qitë që to, nanën tjetër e kanë qitë djepin me beb, edhe kanë shku në fusha e nara. Kanë punu tokën, kanë ba punë të shpisi, kanë kry krejt punë me këtë veshje. Ju a keni vesh ton ditën një herë këtë vesh? Po, ka pas raste që për shembull na për festivale, na përse edhe kemi udhëtu, e kemi vesh në shtëpi, kemi shku në një vend tjetër me këtë veshje kështu të komplet. Vërtet ta mban shpinën drejt, se kjo që është e punune me dras, se ki drejt. Normal është e rënë, po ai që mësohet se ka problem. Edhe kur keni dasëm tash, e njerëz nuk kanë flok gatë, apo mblen apo qes? Po qesin flok të shtesa që bithojnë, perik që bithojnë, i qese. Ka zgjidhje për gjithë shka.
So kallëzoni kush jeni ju, këtë grup, Okej. edhe prej nga po vini, edhe çka po bëni këtu? Ne jemi grupi folklorik nga Gostivari, ku do të interpretojmë sonte në këtë festival këngët nga Pollogu, do me thënë të Gostivarit. Do të luajmë me instrumentet folklorike, edhe atë me okarinën ilire, do luajmë me një okarinë orkestrale, do luajmë me gajde, fyll dhe me kavall. Po ashtu do të interpretojnë edhe këngëtarët e mirënjohur, zotëri Nebia Lili dhe Feti Selimi, me këngën Prej në Dibër në Tiranë. Ku ne do t'i përcjellim me kavalla. Na kallëzo për gajden, apo hala po prodhojnë gajdet a qysh? Po, Na kallëzo për momentin, gajde është një instrument i lashtë i lirë. Në Maqedoni, do me thëmë, prej shqiptar jam i vetmi që e prodhoj ende këtë instrument. Ti po prodhon? Po, unë po e prodhoj këtë instrument. Përbëhet prej disa pjesëve, edhe atë fylli solo, pjesa që është iso, dhe kjo pjesa këtu që mbushet me ajër, do me thënë që... So iso bordun? Po, kjo është ndrojsa, si që thonë, mund të ndrojsh edhe akordin. A ka njerëz hala po blin këtë instrument, a veç për festival? Gajdet e ne përdoret ende, do me thënë, edhe në përdarsme tash... darsme? Po, shkon edhe në përdarsme, orkestrojmë me instrumentet tjera, edhe në përdarsme e përdorin, do me thënë. Çdo fshata ka dikush që din me ra gajden? Nuk ka, janë të rallit që interpretojnë me gajden, do me thënë. Ma të vjetër? Mendoj ma të vjetër ka pas, tash ka ndru jetë, ata nuk janë. Ndërsa nga gjenerate e re, jam unë Di se për juve keni mësu që atë Po, ne kemi mësu prej ma të vjetërve dhe tash po e trashëgojmë këtë, do me thënë edhe po i prodhoja këtë gajde. Do djemë të rrje që janë të mësu? Po, janë, ka, do me thënë edhe unë mundohem që të ketë pas me... Po kallëzoni për kavaj, sa po dune? Kavalli është pashtu një instrument i vjetër, mund të them që jam i vetmi që e prodhoj më këtë instrument. është pak më i vështirë se gajdja, është më i vështirë edhe për interpretim, po ashtu është edhe më i vështirë për prodhim, se ka gjatësi, domethënë është më e gjatë. Kavallat zakonisht shkojnë qift, domethënë njëri mba iso, tjetri çon solo, dhe Pollogu e ka, domethënë këngët e Pollogut folklorike gjithmonë kanë qenë të shoqëruara me kavalla. Kërçova, Tetova, Gostivari, domethënë e ka ajo pjesë që interpreton këngët. Teknikë është shumë e vështirë, se duhet mund të them që është instrumenti më i vështirë kavalli. Se nuk ka fipull. Nuk ka, domethënë është i hapur në të dyja anët, po, është i hapur në të dyja anët. Po, tingulli formohet me pozicionin e buzëve dhe me atë mjeshtrinë e pozicioneve të buzëve, me kavall mund të luajsh edhe me instrumente të tjera, mund të akordojsh, domethënë kavalli me akordimin e kësaj mund të deri në semiton. Kredo domethënë mjeshtria, pasforti i muzikës është këtu te pozicioni i buzëve. Po, se edhe në Maqedoni, edhe në Shqipni, edhe në pjesë Greqisë, kjo instrument është shumë baza. Është instrument i vështirë, po ka tingull të ëmbël. Nuk e quajnë edhe kot. Po, edhe quajnë edhe si instrumenti i shpirtit, domethënë, është gjithçka është ngjeshëm, po.
We are here with the group from Rugova. We are in Has, but this is the group from Rugova in their beautiful, authentic, real costumes from Rugova. So, apo na tregoni prej nga jeni, prej cile katun? Jena prej Rugove. Prej cile katun? Jam prej Duganive. Okay, edhe? Edhe une. Aha. Krejt jeni prej qatë katun? Jo, unë jam për shtëpeqit vogël. Okay. Për shtëpeqit madh. Ah, okay. Prej Koshutanit. Malaj. Malaj. Edhe për shtëpeqit madhën. Shtëpeqit madhe, okay. So, sa herë keni ardhur në këtë festival? Sa herë janë bajt festivalet për pos vjet nuk jena po. Okay, gjithmonë jeni. Çdo herë festivalet në Gjona i kena marrë pjesë. A po shkonin tjera festival? A keni marrë pjesë dikon tjetër? Ku janë që janë bajt në çdo qytet në Kosovë, gjithmonë kena marrë pjesë. Gjithmonë kena marrë pjesë edhe sa herë na ardhën në Gjona e kena pas vendin e parë. Konkurrencë. Kur o konë kështu. Po kena kalu shumë mirë, këtu mbahen festivali në Gjona është më i miri që mbahet. Janë shumë të organizuar, janë edhe njerëzit janë shumë të mirë, edhe mbledhen shumë i japin rëndësi, edhe ka një festival që neve me gjithë qef bëjmë për më ardhë këtu. Apo na ka zonë kush jeni për kush jem. Edhe një vjetë në banë 80 vjetë që jem s'kem. Ansambli folklorika autokton Rugova. Një për ansambljeve më të vjetër në kretet një kumin shqiptar. Që për gjithë këto vjetë o mundu këtu e ku do në botë me të regu se në këtë pjesë të Balkanit është një kulturë shumë e vjetër. Ndër më të vjetrat me ato shpirtënore, me të tjera, me këngë, me valle, me rite. Dhe ato kanë rritë me mbijetu me të regu se këtu është një popull tjetër, pos popullit slavë që ka një kulturë shumë të vjetër dhe proprandimore dhe është rujt me gjelëzi o për cilë brez mas brezit. Kemi këngë, kemi valle, kemi posin e kreshnikve, kemi të gjitha. Këto janë pusht, që duhet pusht, kjo është goja e ujkut, që duhet me vra dragojnë trak kur vjen nuk u zënë mja këthi pushkën kështo, po duhet kështo, me këto kështo, edhe me këto me vra dhe mësyshin të një tapa. Si quhesh e më prengaje ti? Unë jam nga Malësia e Rozhajës, po jam e martu me në Rugov, në shtëpesh të madh. Okay. Rozhaj, na kalzoni qysh dalohet Rozhaja prej këtë vend? Ka keni shumë special aty? Edhe na e kemi kulturën një lloj si ku Rugovasit. Kemi qenë Rugove vjetër në atë kohë, mirë po e shkputur nga Mali i Zi. Me kulturë, me zakone, me të folun e kemi shqip, gjitha janë shqip.
Aha, si rrugova? Po, flitet shqip. Flitet shqip. E qysh je martu tash, ku jeton tash? Realisht kam lindën Pej, edhe jam rrit, e jam martu te në kishte Rrugovës. Okej, e ku jetoni tash në Pej? Në Pej, po. Okej. E qysh po nihesh vetë më kanë këtu në këtë Unë festival? ndihëm jashtëzakonisht mirë në ansambël, jashtëzakonisht mirë. E gjej vetën, shumë ndihëm, frymëzohem shumë me ansambël, jemi familjarisht. Unë jam reja e zotni Veselit, drejtorit të ansamblit, këtu jam me burrin, Oh, nice. edhe me djalin. Sa bukur, sa bukur. E do thotë ju keni shumë dëshira të rrinie me mësuar ato vallet. Shumë. Çat karakteristike për Rrugovën. Po mundohemi me përcjell mbreza, e kemi pranuna, mundohemi edhe mbrezin tjetër tek fëmijët me trashëgu atë dashnin e madhe për ansamblin edhe për Rrugovën në general. Mirdita. Kallzoni kush jeni ju, prej nga jeni ju? Unë jam përparim brati prej Hasit Shqipërisë. Hasi është i ndamë në dy pjesë. Hasi Shqipërisë dhe Hasi Kosovës. Jam rapsod i folklorit që 45 vite në karrierën time edhe kam marrë pjesë në shumë festivale në Gjirokastër, në Kruj, në Lezhë, në Tuzë të Malësisë. Kam marrë pjesë në gjonaj gjitha edicionit pothuajse kam marrë pjesë, ku ky bëhet një festival shumë me gjithë përfshirje që përrujmë vlerat e folklorit tonë. Çish ka qenë jeta juaj gjatë ato vite? Krahas me çish ka qenë në Hase apo din? Folklori në atë periudhë, folklori burimor ka qenë i shkupum shteti. Vështërsitë kanë qenë shumë të mëdha, sepse kishe shumë vështirë me dalë në skenë me kënu një këngë, siç dëshiron me kënu ti, po tu kontrollojke edhe teksti, që kur del në skenë ta dike ai që do me u kënu teksti. A ju po dini çish ka qenë kushtet në Has të Kosovës, që ato vite edhe këtu ka qenë vështirë. Çish kanë qenë kushtet aty? Në Has Shqipërisë normal kanë qenë ma ndryshe, sepse këtu ka qenë okupatori, domthonë kanë qenë në thundrën e Serbit. Por, me thonë drejtën, këtu ka pas zhvillim, kanë qenë pak ma të lirë populli që kanë dalë jashtë. Gyrbet. E ju s'keni pas gyrbet aty? Kemi pas, në mas 90-ës kanë filluë të dalin, edhe sot që thush që e kanë boshatis komplet vendin. A çish po dalohet vendi si natyre, çish po duket atje? Hasi ka një shtrirje jashtëzakonisht të mirë. Hasi ka një karakteristikë sepse kufizohet në gjitha anë, kufizohet me ujë. Kufizohet bregi ku del Ereniku, që është nga Gjakova, nga Reka Keqe, vjene bashkohet të ura shet me drinin e bardh. Drini bardh vjene bashkohet në Kuks me drinin e zi, ku drini bardh dhe drini zi kanë hidrocentralin e Firzës, ku aty edhe skatina që kufizohet kosturi Hasit, Shqipëris, me tropojnë, aty kufizohen me ujë, gjithkohë është gjë karakteristike. Ne kemi si qendër, e kemi malin e pashtrikut Hasi. Edhe këtu, do thot, këtu thuhet Hasi thot, po ju për ndryshe keni ujë rreth aty. As you know, in cultural intangible heritage, things change and we need to preserve what we can, but also embrace little changes. And here you'll be able to see dancing groups, individuals, instrumentalists, and all those people who have inherited from their forefathers and so on, all the dances and songs and so forth. And really it's organized really well. I think it is the best sort of organized festival in Kosovo. And we're here on this beautiful evening, and this village has grown a lot since I used to stay in Jonai in the 1980s, but this is really a beautiful coming together people. And of course we want all Albanians to really feel the wealth of this tradition, and this is a great way to do it. Yeah, absolutely. And I think now it's very important to say that it is very strange how they are still surviving. Yeah. Because lots of young people, I am here, lots of people have migrated, young people are migrating. So you see, for example, a group that 2 years ago had 50 members, 17, 18 years old. Now they have 20. They're all young, 10, 15, so they're constantly recruiting just to be able to keep the flame, as it were, of the tradition, because it's very
transformative time, and I mean, Kosovar love their tradition, but they have to see that it's a precious and delicate thing. Absolutely. And I fell in love with this festival since 2010 because it's just an expression of what's going on. We're trying to keep some tradition, to maintain them. They're changing, migrating. It's such a dynamic time. And for going for 50 years in this very dynamic time with wars and everything, you know how it is. So as anthropologists, we try to keep an eye on how things are changing and how we're preserving things. So it's important that you're here. Okay. Kazoni qish po një sonte, kush jeni ju e çfarë pjesë po merrni në këtë festival? Unë jam drejtor artistik dhe regjisor i këtij programi, i këtij 50 vjetori, po nuk është hera parë. Kjo mund të jetë hera 10, kom qenë edhe antar jurie, kryetar jurie, po kënaqësia më e madhe është që sot jam regjisor dhe drejtues artistik i këtij spektakli, i këtij 50 vjetor, me këtë publik të mrekullueshëm edhe me këta artista të mrekullueshëm që po erujnë thesarin e vet, po erujnë traditën e vet. Qish po nihesh vet sonte? Momentalisht jam të një shumë mirë, deri sa filloj programi, të thëmë drejtin isha pak në stres, se kisha emocione, po tash po shet që po shkon çdo sen mirë dhe jam jashtëzakonisht mirë. Çfarë pjesë të këtë festival po mbush më shumë, çfarë pjesë është më më rëndësi për ty? Me më rëndësi është për mua me pasë sa po ruhet tradita jonë kombëtare, edhe ta them të drejtin që është mjaft ka ruhet, se i kam të gjitha karakteret e vallëzimit, të gjitha burimet, këtu fillu sidomos karakterat Karadak, Opoj, Dugaxhin, kam Has, kam Kosovën lindore, i kam pjesë të Maqedonisë Pollogut, kështu çdo pjesë shqiptare kam këtu, edhe normal po shoh që është ka ruhet ende. Sa të zgjasim nuk mund të them kur gjë. Urrime shumë Dilaver. Shumë faleminderit që keni ardhur, shumë faleminderit.